Ne do të mbështesim bujqësinë, do të mbështesim bizneset individuale dhe ekonomitë familjare. Programi ynë mbështetet në 6 pika. Pika e parë është ujë i pishëm për çdo familje, që do të nënkupton menaxhim të drejtë të resurseve ujore dhe investime në rrjetin aktual, i cili është i dëmtuar në shumë pjesë, ku është rrjeti i vjetër edhe me gypa azbesti. Pika e dytë e renditës është rrugë dhe infrastrukturë moderne. Kjo nënkupton rrugë cilësore me infrastrukturë përcjellëse, shtigje për bicikleta, trotuare, ndriçim dhe infrastrukturë nëntokësore. Pika e tretë është zhvillimi ekonomik. Ne do të mbështesim bujqësinë, do të mbështesim bizneset individuale dhe ekonomitë familjare, do të mbështesim zonën ekonomike me infrastrukturë publike dhe agroturizmin. Në arsim, do të bëjmë rritjen e cilësisë në arsim, duke e bërë përzgjedhjen e mësimdhënësve të cilët janë meritor për të dhënë mësim në shkollat tona. Sidomos tek klaset e ulta, sepse aty fillon cilësia ose fillojmë ta dëmtojmë cilësinë. Do të bëhet digitalizimi i procesit mësimor, ku do të blejmë laptop për secilin mësimdhënës të komunës Kaçanikut dhe tabela për secilin klasë të shkollave në komunën e Kaçanikut. Do të ketë shpërblime për nxënësit të cilët arrijnë në gara kombëtare në nivele të kënaqshme. Te shëndetësia ofrojmë shërbime shëndetësore falas për të gjithë qytetarët e komunës së Kaçanikut. Faleminderit, koha